Futbollisti i kombëtarës së Shqipërisë dhe një nga emrat më të dashur të sportit shqiptar, Mirlin Daku, ka shënuar golin e radhës, këtë herë jashtë fushës së Blertë, me një gest të jashtëzakonshëm humanitar, pas 2 vitesh që mbuloi qeran e një familjeje nga fushë Kosova, e cila jetonte në kushte teje të rënda ekonomike. Daku ka ndërmarrë hapin tjetër të madh, duke i blerë kësaj familjeje një banesë të re. Rasti i familjes ishte bërë i njohur për publikun përmes një reportazhi të mediumit Reporteri. Ky veprim i futbollistit ka qenë fillimisht i mbajtur larg vëmendjes publike sipas dëshirës së tij, pasi Daku nuk ishte dashur që ndihma të bëhej e ditur. Mirëpo lajmi është publikuar me insistimin e gazetares që e kishte ndjekur rastin, duke sjellë në pa anën e tij të jashtëzakonshme humane. Për shumë kënd ky gjest është shembulli ideal i asaj se si figurat e njohura publike mund të ndikojnë realisht në jetën e individëve dhe të frymëzojnë shoqërinë. Mirlin Daku, i njohur për energjinë, pasionin dhe vendosmërinë në fushën e lojës, po dëshmohet se është po aq i madh edhe jashtë saj. Ndihma e tij ka ndryshuar rrënjësisht jetën e një familjeje në Kosovë, që për vite me radhë përballej me vështirësi serioze ekonomike dhe kushte të papërshtatshme jetese. Duke ju siguruar atyre një shtret të qëndrueshme, futbollisti ka dhënë një kontribut që shkon shumë përtej një akti të thjeshtë bamirësie. Është një investim në dinjitet, stabilitet dhe shpresë për një të ardhme më të mirë. Ky veprim ka ngjallur reagime të shumta pozitive nga qytetarë, personalitete publike dhe komuniteti sportiv, të cilët e kanë përgëzuar Dakun për zemërgjerësinë dhe modestinë e tij. Shumë prej tyre vlerësojnë se shembuj të tillë duhet të bëhen publik, jo për të krijuar lavdi, por për të frymëzuar të tjerët që kanë mundësi të kontribuojnë. Në një kohë kur shpesh flitet për nevojën e solidaritetit dhe bashkëpunimit shoqëror, gjestet e tilla shërbejnë si kujtesë e fuqishme për vlerat që duhet të përfaqësojmë. Mirlin Daku me këtë akt ka treguar se suksesi nuk matet vetëm me gola dhe trofe, por edhe me ndikimin që lë tek njerëzit. Ai u ka dhënë zë dhe shpresë të gjithë atyre që besojnë se humanizmi është ende gjallë.